nuk ndodh kështu në rrjetet sociale. Ma lexoj një mesazh, do mundohem edhe kamerat të nxjerri. Thot, mirëmëngjesi Alsat, më falni. Thot që kam kështu akrobacione të bëj. Mirëmëngjesi Alsat, jeni nice. Shumë faleminderit, edhe ju jeni shumë nice. Jam nga Gostivari, por e kryva medicinën, troket në për çdo derë, por kur su gjet punë për mua. U detyrova të largohem në Zvicër, ku të pyet kush cili parti je, mua më vjen keq pse ti shërbej Zvicës, kur mundesha të shërbej popullit tim. Tur për partit që janë, unë po vuaj për vendlindjen time. Tërgjëm edhe një mesazh tjetër, sepse duhet kalojmë patjetër në publicitet. Është një mesazh shumë shqetësues, drejtor, sepse e pranon që dëshiron të shërbejë në vendin e tij, ka kryer shkollë për të shërbyer dhe harrua të përshëndetni gjithë shqiptarin. Mirëmëngjesi shqiptar, kudo që jeni, gëzuar Krishtlindjen gjithë ata të cilët i festojnë, jetë të gjatë, të lumtur dhe paçim një shoqëri sa më të mirë, edhe vendin tonë paçim të mbushur me begati, pa halle, pa probleme, në këtë vendin tonë të mirë që Zoti na ruaj dhe na shtoft gjithmonë me të mira. Mesazhi thotë kështu: ju të dashur, sa mirë që prekni këto tema, sa shumë aktuale sot dhe në të kaluarën. Edhe më herët, të gjeneratës sime gjithashtu kemi qenë të bllokuar nga më të vjetrit, duke aluduar e trajtuar akoma si të papjekur dhe duhet shkuar gjithmonë pas barrikut. Kurse tani të rinjtë nga parazit lëku. Në rrjetet sociale janë të imase të shfrenuar dhe nuk mund t'i pengoj askush. Shoqëria po ashtu pak angazhohet dhe pak vepron në edukimin dhe avancimin e trurit të shëndosh të shumë të rinjve, të cilët kanë aftësi të jashtëzakonshme për të ndryshuar e ndërtuar një vend me themele të shëndosha. Kur kjo do të mund të ndodh, shpresoj që edhe nga Mërgata do t'i kthehet Baltës, ku është më ëmbël se mjalta. Faleminderit shumë. Mesazhet e përkryera i kemi nga shikuesi jon i rregullt. Po thotë që është një përjetim që e ka përjetuar dhe vazhdon kjo kalvari i kësaj burokracisë, të themi.